Aksidentet automobilistike që marrin jetë njerëzish shpesh edhe në moshë shumë të re, po kthen në një shqetësim serioz jo vetëm për komunitetin, por edhe për vetë personelin shëndetësor. Çdo ditë urgjencat e spitaleve përballen me pasoja të rënda të aksidenteve rrugore, trauma që në shumë raste lën pasoja të përhershme ose përfundojnë tragjikisht. Sipas mjekëve, situata mbetet alarmante, ndërsa numri i aksidenteve nuk njeh rënje. Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, shpejtësia tej normave të lejuara dhe përdorimi i alkoolit apo lëndëve narkotike janë ndër shkaqet kryesore që çojnë në humbje jete. Shefi i urgjencës pranë Spitalit Rajonal të Vlorës, mjeku Veron Beja, shpreh se çdo ditë përballen me raste të rënda aksidentesh, ku viktimat janë kryesisht të rinj. Ai apelon për më shumë përgjegjësi nga drejtuesit e mjeteve dhe respektim të rregullave të qarkullimit rrugor. Numri i aksidenteve gjithmonë në rritje është shqetësim edhe problem. Në rast të parë për humbjet e jetëve që po ndodhin, për traumat dhe për pasojat që lën. Është një problem që normalisht pa u ndërgjegjësuar të gjithë si popullat, pa pasur kujdes, pa zbatimin e rregullave të qarkullimit rrugor, është e pamundur që stafi mjekësor të bëj ndonjë punë tjetër si arruese ose ndërgjegjësuese. Apelin e kemi bërë gjithmonë. Të kenë kujdes, mos të ecin shpejt, mos të përdorin lëndë narkotike, mos përdorin pije alkolike. Po gjithsesi kjo ngelet edhe në kuadrin e informacionit nga mediat në radhë parë, nga neve gjithashtu, sepse puna bëhet, është një punë totale, një punë që personeli mjekësor gjithmonë ka punuar me përkushtim, do punojë me përkushtim dhe do vazhdojmë të përgjigjet gjitha kërkesat. Pavarësisht vështirësive, pavarësisht ngarkesës dhe pavarësisht shkallës së rëndësisë që krijojnë aksidentet. Pjesa më e madhe të aksidentuarve janë në moshë shumë të re. Të rinjt fatkeqësisht neglizhojnë rregullat e qarkullimit, shpejtësia e lartë, drejtimi i mjetit nën efektin e alkoolit apo përdorimi i lëndëve narkotike janë faktorët kryesorë që çojnë në aksidente të rënda. Sipas mjekut Beja, traumat që pësojnë të aksidentuarit janë shpesh shumë të rënda, duke përfshirë dëmtime të shtyllës kurizore, fraktura të shumta, dëmtime të organeve jetësore dhe në jo pak raste humbje jete. Për familjarët këto ngjarje janë një tronditje e madhe, ndërsa për sistemin shëndetësor, një barë rëndë emocionale dhe profesionale. Aksidentuara gjithmonë është mosha e re. Mosha e re sepse ata kanë dhe gjithmonë atë pakujdesin që mund të themi, dhe ata gjithmonë nuk zbatojnë ose neglizhojnë gjithmonë rregullat e qarkullimit. Ato që janë të gjitha aksidentet në masën dërmuese që ne shikojmë janë o nga shpejtësia o nga përdorimi i lëndëve alkolike. Kështu që të gjitha ato, nëse nuk zbatojnë rregullat, detyrimisht ata kanë pasoja. Pasoja për veten e tyre, për familjet e tyre, por edhe për personat e tjerë të dëmtuar. Autoritetet shëndetësore dhe mjekët u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë më të kujdesshëm në rrugë, të respektojnë kufijtë e shpejtësisë dhe të mos drejtojnë mjetin në efektin e alkoolit apo substancave të tjera. Vetëm përmes ndërgjegjësimit dhe respektimit të ligjit mund të shmangen tragjedi që po u marrin jetën dhjetra qytetarëve çdo vit. Mesazhi i bluzave të bardha është i qartë: siguria në rrugë është përgjegjësia e secilit dhe çdo shkelje e rregullave mund të kushtojë jetë.